Ne mund të heqsim për Partinë Demokratike vetëm në momentin që një forcë tjetër politike I merr 500.000 votuesit. Për sa kohë Berisha ka 500.000 votues, automatikisht është pjesë e debatit, domethënë. Pastaj, nëse këta votues bin dakord që me Berishën të rinë kaq apo të zvoglohen dhe të pranojnë fatin që nuk mund të zballohen më, kjo është pjesë e dinjitetit të tyre politik dhe identitetit të tyre politik. Pra, ne do të diskutojmë patjetër sepse çështja e opozitës nuk është thjesht çështja e Partisë Demokratike. Ne po flasim për Partinë Demokratike jo thjesht për fatin e Sali Berishës apo Gazbarit apo Flamur Nokës. Ne po flasim për shkakun se në një demokraci, domethënë opozita është alternativa dhe ajo që duhet të jetë shqetësuese për ne është për shembull që unë që se dëgjova deri në fund në vendin, unë thash pikërisht këtë thash, që ka bllokuar funksionimin e demokracisë. Po pra, për të shkuar këtu kjo pika. E para ti mund mos flasësh më për PD-n, për shembull, nëse thash një forcë politike I merr votuesit. Deri tani s'ka ndodhur. Ja. E dyta, ne duam dim, domethënë sepse pak a shumë ky koncepti që me gjetar miq kur kritikohet, është ndoshta pjesa më e gabuar e injektuar shpesh herë nga leadershipi nga zoti Berisha. Të kritikosh opozitën nuk do të thotë që je me qeverinë. Të kritikosh opozitën do të thotë që je I shqetësuar që opozita nuk është kthyer në instrument të shoqërisë, për të përmirësuar qeverisin, sepse opozita ka detyrë të kthehet në instrument të shoqërisë për të përmirësuar qeverisin dhe për ta zëvendësuar atë në një moment të dytë. Demokracia është koncepti se si vjen dhe ikën nga zgjedhjet, si le qeverinë, jo vetëm si vjen në qeveri. Dhe si e tillë opozita luan një rol të jashtëzakonshëm dhe pa një opozitë ne kemi parë se sa arrogante bëhet qeveria kur opozita është e dobët. Kemi parë këtu domethënë një kryeminist që shpërfitën vendin dhe imagjino tani që mund të ketë 84 vota dhe sa shpërfitës mund të jetë ndaj opozitës. Pra në këtë thelb ne duhet ta kuptojmë shumica që nuk kemi këtu me idenë që po kritikojmë Sali Berishën si individ domethënë apo po kritikojmë filozofinë e tij politike që me këtë lloj logjike tregoi që e para tha që do zëvendësoj sepse unë fitoj zgjedhjet dhe mori më pak vota se Basha. E zvogloi. Tha unë do bëj bashkë opozitën, nuk e bëri. Tha unë jam ai që mund dramën, nuk e bëri. Tha ai që domethënë vendosi me shumë spektakël Nenin Basha, që tashmë thot nuk e zbatoi sepse nuk kanë qenë zgjedhje, kanë qenë fars, ndërkohë që kjo do të ishte parashikuar shumë kohë më parë për shkak se nuk do të hyjnë zgjedhje. Nuk është hera parë. Jo. Domethënë e ka humbur këtë shans opozita shqiptare që në 2019 kur dogji mandatet. Jo me logjikën e Berishës, por derisa thotën e di që do të më vjedhin ti hynë duke e ditë që do të vjedhin. Shiko, është justifikon vjedhjen. Është dënuar sepse zoti Rama tregoi që nuk e ka problem fare të bëjë zgjedhje pa opozitën. Kështu ky do ishte dëshkimi më I madh. Dhe këtu jemi për shkak se opozita bëri gafën, domethënë e saj që la vendet në parlament, la njëkohësisht dhe pushtetin lokal.